Jemi rikthyer për të trajtuar një sër çështjesh në fakt të cilat lidhen me ngjarjet nga kronika dhe jo vetëm. Artan Hoxhën jam në studio. Mirë se erdhe. Po, përshëndetje. Kanë nisur nga disa ngjarje të përsëritura të cilat her pas here na çojnë tek aktiviteti i palishëm i basteve online, të cilat u mbyllën në vitin 2018 për të rregulluar me ligj në 2024 me një lum akuzash të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionon kjo skem. A mendon se policia bën aq sa duhet, ashtu siç duhet, a ka plane, masash konkrete? Shiko, kemi të bëjmë me një industria e lojës fatit, meriton termin industri, sepse kështu cilësohet në gjithë botën, për shkak të sasive të mëdha të parave që ajo xhiron. Shqipëria në 1 janar të 2019-s e ndaloi këtë industri. Nisur nga një ngjarje që ndodhi në nëntor, në atë kohë, me plagosjen që kulmoi në ish blok me plagosjen e Ervis Martinit, që ishte një nga operatorët më të mëdhenj në treg, dhe ndërkohë që pritej dhe ishte bërë gati një korniz e re ligjore për ta vendosur në një kontroll të ri dhe në një skem të re funksionimi i lojës së fatit, duke përfshirë sidomos edhe për ta kaluar kryesisht në sistemin online, pa pritmasi një vendim i kryeministrit, i cili e mori përsipër vetë atëherë, deklaroi publikisht, dhe nuk pyeti askënd, vendosi në mënyrë arbitrare, pra pa u konsultuar me askënd, pa i parë pasojat që do të cilte ai vendim, por meqense ai ishte mjeshtër në pjesën e PR-it, doli e mori përsipër dhe tha unë e bëra këtë vendim për të ndihmuar gratë dhe fëmijët e këtij vendi, sepse lojrat e fatit janë hapur në çdo cep të Shqipërisë, po shkaktojnë këto plagë sociale, po krijojnë këto problematika, burrat dalin poshtë nga shtëpia për të blerë bukë edhe për të blerë ushqime dhe pastaj shkojnë e ulen te skedinat dhe te bastorët e lagjes. Pra, ai atëherë shiti këtë si një veprim i cili ishte bërë për të shpëtuar shoqërinë dhe për të goditur një plagë sociale e cila silte pasojat të familjes shqiptare. Dhe si veprim pamjet parë dhe mënyrën se si ai e shiti, pra narrativa që ai ngriti, pati një mbështetje të gjerë popullore sepse u thanë që u mbyllën këto pika tani se këto na ishin bërë gangren. I kishte cep për cep të qytetit dhe të vendit dhe ishin kthyer në plagë sociale, aty lunin dhe pleqt dhe fëmijët dhe po, ai 2000 lekë bugës. Tani çfarë ndodhi? Në të vërtetë, së pari, veprimi konkret ishte ky, pasojat që solli. 16.000 njerëz ishin të punësuar, të siguruar në atë sistem, ngelën pa punë. Një numër jashtëzakonisht i madh lokalesh, pikash që cilët pagonin qera, drita, ujë, taksa, dolën nga skema. Dhe tjetra, në atë kohë, lojrat e fatit pagonin mesatarisht, se kishte vite që pagonin edhe më shumë, po mesatarisht 60 milion euro në vit, taksa, i pagushin shtetit. Tani, kanë kaluar 6 vjet. Herë 6, jo që shritu me 2.5 herë. Po marrim për masat e 2018-s. 6 vjet, herë 6 i thonë 360 milion euro që shteti shqiptar i ka humbur. Me 360 milion euro mund bëjë shkolla, rrugë, spitale, sa dohet, tunele, çfarë bën ai. Por ti i ke humbur. Dhe jo vetëm ti i ke humbur, po i ke lënë në duart e krimit. Industria e lojrave të fatit nuk ndalon as në kohën e komunizmit gjenë nëpër cepa. Sajonin. Pra, vesi i kumarit është një ves, është provuar gjithandej për ta ndaluar, nuk ka dhënë rezultat. Pra, vetmja gjë është që ti të vendosësh rregulla në mënyrë që kjo industri të shkaktoj sa më pak pasoja, ta bësh atë më të padukshme, flasim për moshat e reja, dhe pjesa tjetër është të përfitosh sa më shumë të jetë mundur nga ky ves. Pra, ato para, ti kaloj, sepse, që ndodh, momenti që Shqipëria bëri këtë gjë, ne lejohen vetëm një kazino. Po çikosh ti në kazinot e vendeve përreth Shqipërisë,
Shkon Budva në fundjavë. Shumica do i gjesh nga Tirana. 60% janë shqiptarë Shqipërisë. Janë para që dalin nga Shqipëria dhe i shkojnë Malitzi. Shkon në Selanik. Shkon në Gjevgjelin, Maqedoni. Maqedoni Veriut. Që ata kanë bërë një qytet vetëm për atë punë. Dhe kanë kthyer në aq më për masën Maqedonisë, ai është Las Vegas i Maqedonisë. Dhe aty vërshojnë dhe nga Greqia e Veriut, pra pjesa e Greqisë që shkojnë atje, por dhe nga të tjera të Ballkanit. Pra, çfarë kemi bërë? A e kontrolluam? Jo. Pra, ne kemi një elitë të pasur, të cilës duan të duken në për Tiranë apo në për Shqipëri dhe shkojnë në fundjavë i ke atje. I gjenë në këto ku tashun. Dhe janë kryesisht para që dalin nga Shqipëria jashtë Shqipërisë. Mbi të gjitha. Pra, është një para jo e vogël, është goxha e konsiderueshme që në Shqipëria. Tani vim te halli që kemi ne konkret. Në këto 6 vjet, ne minimalisht i hoqëm taksave të buxhetit shtetit është 360 milionë euro. Gjatë kohës Covidit pati dhe një rritje dhe xhiro në total është e atyre që luajnë është rritur me 2.5 herë. Pra që gjithë ato që ti mund të merresh shumë tepër taksa. Mundsoj edhe të kishe deklaruar shumë tepër njerëz. Dhe ç'a ndodh? Meqense ti e ke humbur kontrollin ligjërisht, atëherë që të funksionojë një pikë lëresh fati, ose një sallon, gjë e parë që duhet të kesh, duhet të bashkëpunosh me policinë. Dhe kjo kthehet në një industri që është e para që korrupton Agjencitë e Zbatimit të Ligjit. Policinë, prokuroria që heton shërbim informativ. E kam ngritur zërin po edhe këtu te ty para zgjedhjeve, duke thënë që me paratë e kësaj, sepse është një industri që ka para kesh gjithë kohës, do të ndikohet në zgjedhje. Dhe shpresoj që tani mas zgjedhjeve, se ai dha efektin e vet, se mos shumica e aktiviteteve që kanë qenë jashtë Shqipërisë dhe kanë pasur nevojë për kesh, para kesh, janë mbuluar me këtë industri. Dhe kjo industri si funksionon? Ka një kompani të rregullt, të ligjshme, e cila ka qenë në aktive para se të mbylleshin lojat e fatit, dhe ka mbrapa një grup kriminal i cili ndihmon kompaninë, e para që atë mos preket në rivalët, dhe dyta që të mbledhë borxhet. Dhe ky grupi që mbledh borxhet, është grupi të fortëve. Po patjetër të fortët. Fortët është term i shekullit kaluar, se kanë ndryshuar, nuk ka më, tani janë intelektualë ata, nuk ka më. Janë intelektualë, nuk të vinë. Nuk të vinë të marrin ata të thërresin aty, tek vendi, tani edhe nëse ti ke qenë dhe ke hyrë tek ajo industri, pra ke hyrë tek ai sport, ai sport ato pasojë sjell. Merr automatik sa dosh, ti ta kanë shumë automatik. Pra nëse ti shkon për t'i kërcënuar ata me automatik, si shkoj njeri këtu me, ku diun çfarë ishte, Thompson, ato të vinë me mitraloz ata. Puna është që çpotosh në ata më shko atje fare, rri larg atyre. Gjej sport loj dominante lagja. Mos u merrem ato, sepse jemi në momentin kur luhet kampionati botror i klubeve dhe kjo industrisht po ashtu s'ka aktivitete të tjera tani. Po ti shofësh ti, shikoj ndar kur luhen ndeshjet. Mbrëm luaj Real Juventus. Në mesnat ka qenë Dortmundi. Shikoj kur do luhen çerkfinalet. Sa do jetë fluksi, sa do jetë xhiro atë ditë, si do jenë lokalet atë ditë, rrafsh. Lokalet janë rrafsh. Pra do thotë që masa që mori kryeministri, jo vetëm nuk e ndihmoi që të goditi kjo plagë e shoqërisë, po krijoi problematik tjetër, ja çoi këto të ardhura, goxha të konsiderueshme, ja çoi botës krimit. Dhe sot totalisht industrinë e lojave të fatit e ka bota e krimit. Sepse ne kemi kriminalizuar edhe atë që ishte aty te lagja, ai që merrte rrogën. Pra i quajmë sot, vjen policia, të kap me celular, të kap me televizor të ndezur atje gara me qen, ku diun çka ka atje, gara me çasfusin ata me kuaj, gjithë ditën se ato janë të regjistruara. Nëse bëhet gara tani, është e regjistruar, e fut aty ai dhe shkojnë ata. Ata që e kanë vesh aty do të rritës. Dikur ishin bingot. Dolën bingot në qarkullimi, erdhi ky sporti tjetër. Dhe sot ndodhen para këtij fakti, Parlamenti shqiptar. Pra, kjo histori u bllokua më njëherë mbas ngjarjes me Vis Martinin dhe u rihap më njëherë mbas u zhduk Vis Martini në 9 gusht të 2022-shit. Në shtator ka dalë kryeministri dhe ka folur për hapjen e kësaj industrie. Tani është kaluar ligji në parlament dhe nuk janë bërë akte nënligjore. Dëgjohet sa deputet mazhorancës, që ngjen herë zërin kështu ata si aktor që janë, që do bënte namin ai. Dhe ndërkohë çfarë po bën? Duke mos miratuar aktet nënligjore, do të thotë që çdo ditë që kjo industri nuk legalizohet, paratë i shkojnë krimit.
financohet krimi. Humbin buxheti i shtetit, humbin qytetarët. Nuk flasin më. Se dëgjoj më flasin. Ky që ishte më i zëshmet, Kush ishte më i zëshmet? Nuk kanë të majorancës janë, se s'do të merrem se duket si personale me ta. Por, në momentin kur shkoi ligji në parlament dhe në komisione, çfarë nuk thoshin? Tani ka 2 vjet më, çfarë duke bë? 2 vjet plot. Po them vetëm me vlerën e 2018-s, pra janë 60, edhe 60 në vitet e fundit 120 milion euro që i mungojnë buxhetit shtetit. Atëherë, ku do ta çojmë me këtë gjë? Ndërkohë policia vazhdon të arrestojë hallexhi. Ndërkohë, funksionimi thash është një kompani legale, e cila pret që të legalizohet ligjit marrë licencën. Kompania ka një organizatë kriminale dhe aty ke edhe krau tjetër është policia që të mbulojë, që të vinë lojtarët. Kjo është skema sa thotë? Po kjo është skema. Dhe ata kur ishte fushata, thash kanë financuar aktivitetet politike. Tani, e keqja në këtë histori është që këtu merren ai thërrime dhe opozita. Në qoftë se pjesën e Luanit e merr majoranca mbi policisë, këta e marrin dhe shikut dhe prokurorisë, këta krau tjetër marrin një thërrime, prandaj edhe këta nuk flasin. Ndërkohë e vojtën kurrizë, e vojtën shtëpinë në fushat, një nga financuesit kryesor të fushatës ka qenë lojrat, pra parat që vijnë nga industria e lojrat fatit. Industria tashmë e palishme. Kështu që në këto kushte legalizoje, formalizoje, vendos filtrat, mirë, mos bëj, s'ke nevojë të shpikësh gjërat jashtëzakonshme. Shiko çfarë bëjmë mirë ligjin e kujdo vendi antar Bashkimit Evropian. Mos shkom larg. Mirë të Bashkimit Evropian. Dhe nëpërmjet kontrollit të kësaj, ti do shpëtosh dhe ato gjërat që të ndodhin. Jo mor ky peng, jo i vajtën tim automatik, jo i vajtën tim meteorolog, se s'janë paguar lekët. Në moment që paguajnë lekët, ata nuk thresin për mbarusin, se është e palishme. Për mbarusi tyre është AK-47, vinë ata me AK-n dhe të thonë pago lekët se na detyrosh kaq. Në rast se ti nuk paguan parat, atëherë ata do të vinë të marrin makinën, biznesin, banesën, se janë paratë. Marrin të peng. Pra, pengu është pa lekë. Nuk fitojnë pengu, është një akt, si themo, është një masë preventive. Pra, pengu është për të thënë që detyrohesh atje, shko pagu lekët. Pra, të gjitha këto bashk çojnë në një sot në një veprim i cili duhet të ishte bërë me kohë dhe duhet bëhet sa më partit e mundur që mos ja lësh të para botës krimit. Tani policia i di këto gjëra. Nuk zgjidhet vetëm me polici, ligji nuk e bën policia. Në rregull? Tani këto janë palishme ti hynë i kontrolloni ndalon plan. Tani do hysh në lokalti që ishin mbushur me ekrane? Nëse si kap celularin aty çfarë do i thosh? Pse ke vendosur 10 televizor? Çfarë do të thosh? Se do të thosh. Po çfarë do të thuash? Ja po të them, çfarë do të thuash? Cili është ligji? Ndërkohë ne Jo, ideja është se mos i kanë flagrante dhe i amnistojnë. Ne në parlament i kemi mos po i amnistojnë. Legalizuar si garant, se kemi akuzuar policin që Ore, garant nuk është vetëm policia, edhe kur i ka policia lira prokurori. Se s'ke për çfarë mban, për çfarë do ta mbash? Do mbash kamaria. E di se po ndodh me këtë. E njëjta gjë siç ndodh me Ashashin. Po, tu kapen kamarierët edhe bankierët, atje kapen kryepleqt. Tani Ashashin në Shqipëri kryepleqt e mbjellin. Është mbushur ashe për ditë ke të dhëna. A disa kryepleqt janë deri tani? Të arrestuan në hetim ja 47. Është bërë thjesht kryeplak, ora ai nuk është kryebosi. Është thjesht kryeplaku. Kryeplaku më duket me një rrogë 70.000 lekë të vjetra, atje edhe i duhet policisë ku shkon. Kur bëhet një kontroll duhet edhe kryeplaku aty, të jetë prezent. Kaq është madje sot u lutesh në përfshatra të bëhet njëri kryeplak. Se e di që po gjet një rrënjë Ashash shkon Kokër të Burgut, të gjë me thit. Kryeplakun çojmë një dhe inspektorin e mbrojtjes pyjeve. Këta dy kapin. I kapim ata në Kokër të Burgut. Pse? Sepse në territorin tënd është gjetur kjo që ndërkohë me ligj është kryetari i bashkisë. Pse çojmë kryetarin e bashkisë? Po të shojmë vetëm, kështu e ka ligjin. Nëse në territor ty, kapen ke edhe ti përgjegjësi, se kur u baj ligji i famshëm, nuk bën në këtë formë. Nuk është kjo zgjidhja. Pra problemi që kemi ne sot, aktualisht, me të gjithë të industri që të palishme të lojrat fatit, e cila mbajt peng për mua nga kryeministri nga askush tjetër, është ai që e mban peng. Është ai që e pengon që kjo industri të formalizohet sot. Dhe është ai që lejon çdo ditë krimin të fitoj para, madje dhe të pastroj para pikërisht nga kjo industri. Kryeministri hoqi dhe tashmë janë duke fitur me ligj. Ai që e hoqi,
Çfarë interesi ka një kryeminist i vendit? Çfarë interesi ka? Është një sasi shumë e madhe para në qarkullimat. Ai s'ka as interes tjetër përveç parasi. Kudo që del, po ka para, është interesi direkt i kryeministrit i qeverisë. Ai është menaxheri i këtij vendi sot. Ka 3 mandate, ka hyrë mandatin e 4. Si jam dakord. Ka të para dhe të 5, është ai. Pse kush e pengon opozita? Kush e pengon? Sot. Parlamenti ka votuar. Aktet në ligjore kush i bën? Kush i bën? VKM-t kush i merr? Kush i merr? Kush deputet? Cil deputet? Deputetët janë sot do janë duke parë votat. Kujt ja ka vjedhur kujt? Cilët deputet? Kryeministri është i vetmi që flet për Shqipërinë në 2030. Atëherë zotri, ti e bllokove këtë me një vendim arbitrar, po ta them edhe një herë në atë kohë, sepse edhe nëse duhet ta bllokohet, nuk bllokohet ashtu. Shqipëria po bëj si Korea e Veriut, i vetmi vend, thoshte ai që nuk lejohen lërat e fatit. Ndërkohë, bëri të kundërtën, fuqizoi krimin organizuar, duke ia dhënë të gjithë industri në dorë të tij. Dhe ata kanë përfituar, prandaj kanë ndodhur gjithë ato krime aty dhe gjithë ato vrasje, sepse lërat e fatit janë të shpërndarë në territor. Dhe është një nga indikatorët kryesor për të provuar se si krimi organizuar e kontrollon territorin në Shqipëri dhe se si e ndan territorin me shtetin. Dhe shtetin në këtë rast, se ti i bie policisë, pse SPZ-ja i zonës, apo shefi i krimeve e ka në dorë të luftojë industrinë e lojave të fatit, po ata e heqin shefin e krimeve fare atë. Shkojnë pagojnë dhe heqin fare. Nëse ai nuk bëhet pjesë e skemës, nuk po shkojnë te shefi i komisariatit dhe drejtori i policisë, në ata e shkojnë dhe heqin. Dhe prandaj përgjegjësi kryesor i gjithë asaj skeme është ai që shpiku konkursin, ai s'do në konkurs ai këta. Se mirë ishin ata shefat e korruptuar deri para 6 muajsh. Po këta të rinj që janë në konkurs, atëherë pse nuk luftohet? Sepse thashë një herë, kjo është një industri e cila kontrollohet vetëm, sidomos sistemin që ka Shqipëria, kontrollohet vetëm atë lart. Nuk e ka në dorë asnjëri poshtë. Dakor. Poshtë bëjnë vetëm zhurmë. Ka. Siç thashun ata deputetët që bënin namin, e tani s'flasin më. Tani merret është pjekur luleshtrydhja janë donofros, punë e madhe. Ndërkohë këtu po bëhet nami. E s'flasin më. Se s'flasin, thashë herë, sasia e parave që gjenerohet aty, thashë është rritur me 2.5 herë nga 2018. Do të thotë çfarë për masësh ka marr. Dhe kur nuk bën asnjë veprim, dhe për më tepër tallesh, arreston thash kamarier, bankier, dhe ja çon se janë letra ato prokurorisë, i çon dhe i kosto shtesë buxhetit shtetit, se do paguan gjithë ato hetime ku diun sadarin ata në burg, atëherë ti je në këtë nivel që je sot. Vazhdimisht flitet se legalizohet, nuk legalizohet dhe vazhdon të jetë një aktivitet që është tërësisht në kontrollin e krimit organizuar, i cili pagon haraçin tek autoritetet e shtetit dhe gjëja lëviz, punon, botërori i klubeve vazhdon, do mbaroj botërori i klubeve, do fillojnë kampionatet, do fillojnë eliminatorët, paraja vazhdon. Ne do merrim këtu vetëm me pasojat. Kur të marrin ndonjëri peng, do vrasin ndonjërin, do plagosin ndonjë tjetër, se vetëm kur ndodhin gjëra të mëdha kujtohen këta për lojat e fatit. Reklama dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer së bashku me Artan Hoxhën dhe diskutojmë sot është mirë që u sekuestrua nga SPAK telefoni Lart Axhiut në Drenov, por për çfarë shërben? Disa flasin që po zbërthehet dhe dyshohet se mund të ketë zhvilluar si telefon, pra si aparat celular, aktivitete kriminale nga qelia. Megjithatë, ideja është të kuptojmë se çfarë ndodh me sigurinë në burgje, meqenëse Drenova ka qenë her pas here dhe jo vetëm në Peqin kemi patur një ngjarje të rëndë deri në vrasje. Për çfarë shërben? Apo është taktik hetimi? Dhe çfarë do thotë marrja e telefonit një eksponenti të tillë? Së pari, ekzistenca një telefoni në ambientet e burgut në vetvete është vepër penale. Dhe hetohet si ka hyrë, në çfarë forma e kanë futur mjetin brenda, për të zbuluar pastaj edhe rritin. Për shembull, pas në nitin burg, ndalua një gardian, por ndalua se fuste lëndë narkotike. Tani nuk e dim a ka ndikuar për të futur celularin. Lidhjen me këtë gjë. Tani çdo i burgosur në Shqipëri, i para burgosur së i dënuar, e ka një nga dëshira më të mëdha të ketë një mjet komunikimi në burg. Kam parë forma nga më të ndryshmet që ata mundohen të krijojnë aty. Edhe ata që kanë të ulejë televizori, kishin përshtatur pajisje që ta përdorin televizorin si mjet komunikimi me botën jashtë. Janë kapur këto, janë tashmë të dokumentuar. Pra kishte vendosur një përshtatës ai dhe kishte kthyer ekranin e televizorit në ekran celulari dhe komunikonte jashtë. Derisa u zbulua, shkonin e kontrollonin, po s'u shkote mendja
që ai e dini që filani dënuar, që mos japi emrin tani atij, flet me jashtë, po se me çfarë flet se gjeni not. I bënin kontroll sa gjeni not. Derisa një spiun aty brendshëm, sepse edhe brenda burgjeve ka një rrjet spionësh, të cilët spionojnë se kanë favore, pra mes të dënuarve, ai tregoi që shikoi i përdor televizorin dhe vajtën e kap. Pra, në rastin konkret, një personazh siç është Lajrt Haxhiu, i nivelit Lajrt Haxhiu, që një nga grupet më të rrezikshme në Shqipëri, shumë aktiv, shumë i fuqishëm, me shumë lidhje, brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Tani, Lajrt Haxhiu do të komunikojë me ta jashtë. Sigurisht nuk mund të komunikojë vetëm me takime, me shkretësa, me letra dore, me porosi, po do një komunikim direkt. Dhe kjo e ka mundësuar të kesh një celular ose të mbash një celular brenda burgut, dikur bënte 2.000 euro, tani bën 5.000 euro. Pa, pagon 5.000 euro dhe të vjen celularit e brenda. Tani, jo të gjithë të dënuarit, ne dim kush ka mundësi ti pagoj kaq lek dhe të mbajtë celular brenda. Jo mbani më në burgun e Durrësit. Për shkak të Erion Velis, u krefën të gjithë celularët që ishin burg. U prish terezia të gjithëve. U prish terezia. Ju bë dëm shumë i madh atyre brenda, sepse prej Erion Velis u vënë në kontroll të gjithë burgut. Tani, të gjitha burgjet e Shqipërisë janë të pajisur me një sistem me bllokues valësh, me gjurmus pajisjesh elektronike, pra të kryesisht telefonave, tableteve, laptopve të këtij niveli, por kryesisht telefona dhe tablet. Dhe burgjet nuk është e kanë të vështirë të interceptojnë. Në një pjesë të kohës i lënë se duan t'i lënë. A rasti Haxhiu, a është ndoshta për shkak të hetimeve, a ekziston mundësia e lënies së qëllimshme të këtij telefoni, sepse e ka spak tashmë në dorë? Shiko, që ka hyrë një celular në burg nuk është në një ngjarje. Po. Shqiptarët në Britani u bën të njohur për shkak të videove që nxirrin nga burgjet. Pra, edhe gjitha i vendi organizuar i fuqishëm e kujt më, burgu i kishte lënë ata me mjete. Në rastin e se po ndik procesin e jam prengës atje, po i vllai vet tha erdhi dikush me celularin brenda në qeli. Pra nuk është një gjë që s'ndodh. Por mënyra është nëse ato futen në mënyrë të pakontrolluar, ky është problemi, apo futen në mënyrë të kontrolluar. Futen në mënyrë të kontrolluar është kur ata korruptojnë sistemin dhe nga brenda mbajnë lidhjet me kontaktet jashtë. Çfarë është përbër grupi i Lajrt Haxhiut? Jo. Është goditur por pjesa tjetër që është jashtë është aktive. Dhe ai do të komunikojë. Tani, në këto raste, vendet që janë çik më të rafinuara, antimafia italiane për shembull, ta lë celularin e brenda, se do të kuptoj kush janë lidhjet, si funksionon grupi. Ta lë, që ti ta përdorësh dhe të përgjon. Dhe vazhdon të ndjek aktivitetin tënd. A është një skem në rastin konkret? Tani nuk e dim sepse nuk e kemi parë, edhe duhet të shohim letë, unë nuk do të spekuloj mbi këtë gjë. Por them, kjo është një nga format që ti ja lë dhe e ndjek dhe gjurmon dhe merr vesh veprimet. Dhe kush si liberalizim që i shërben me kë bashkëpunon ai jashtë. E ke në përgjim gjithkohës dhe ti e survejon. Në rastin konkret nuk e dim që telefoni është marrë, nuk e dim fare çka ka brenda sepse këtë e ka laboratori i Spaku. Dhe aty do të shikojmë se me kë komunikon ai dhe si e ka përdorur dhe për çfarë ka përdorur. E ka përdorur për të folur me familjen, për të folur me shoqërinë apo për të folur me grupin. Për të dhënë direktiva, për të dhënë urdhra, për të marrë vendime, pra në çfarë forme ka përdorur. Por kjo e pashme një herë dje që u kërkua kalimin në 41 bis, në regjimin 41 bis, i cili është izolim shumë i rreptë në Shqipëri. Dhe vërtet drejtoria e burgjeve, domethënë kjo ngjarje i jep të drejtën që ta kërkojë këtë gjë. Por është një masë shumë e fortë, shumë e rreptë. Më tepër me këto do të kishe frikën kësaj kohe, sepse duke qenë se në burgje kohët e fundit, edhe për shkak të ekstradimeve që kemi bërë, kemi shumë personazhe të cilët janë konflikt me njëri tjetrin. Pra ke bandën e Lushjes të vjetrën, e ke të gjithën brenda. Dhe ndonjë që dilte nga burgu e ekzekutonin këta, dhe ke grupin e këtyre. Anterio Kaloshi dhe ai Orgiz Bilbili, që janë të dënuar me burgim përjeshme antarët e këtij grupi. Janë në burg ata. Pra ata u kapën gjatë kohës Covidit. Pra Lajrt Haxhiu ka një bërtham të mirë dhe lajërti atje brenda. Kështu që drejtoria e burgjeve do ta ketë gjën numër 1 në qendër vëmendjes, mbajtjen sa më larg të një përplasje mes grupeve brenda. Dhe për më tepër ata mund të kenë lidhjet e tyre në burg. Nuk do dasin dot direkt, por fusi dikë tjetër i cili bën goditje në emër të
gjëra që kanë ndodhur dhe rasti i fundit që përmendet i Peqinit është që nuk i afroheshin dot viktimës, gjetën një të dënuar tjetër që ishte në burg, u pagua ai dhe u zgjidh halli që ata kishin. Kështu që edhe në rastin konkret, fakti që më nuk që di tash njëherë që Lajrt Axhiu ka patur celular, atij i ka të gjitha mundësitë. Edhe nuk do të çuditë, edhe nëse unë mendoj më tepër që ai ka korruptuar sistemin. Në fakt unë do doja që ishte për përgjime për të zvarë. Që atit ja kishin lënë që ta përgjonin dhe zbulonin nga jashtë, por meqense jashtë nuk ka veprime konkrete, atëherë do të thotë që nuk kemi të bëjmë me një futje celulari të kontrolluar. Pra ai ka thyer sistemin. Dhe nëpërmjet hapjes së zbërthimit të celularit, tani do të synohet, shikohet kush janë lidhjet e tij. Dhe çfarë mund të zbulojmë. Po të ishte e kundërta, pra po ta kishte lejuar vetë prokuroria, një gjë të tillë, atëherë ne do të shikonim veprime konkrete jashtë burgut dhe goditje të degëve të tjera të grupit, të cilët janë aktivitet dhe vazhdojnë punën e tyre. E the disa herë këtë që janë aktivitet, flasi për një grup të rrezikshëm? Po patjetër që është grup, derisa ka kaq shumë raste, patjetër që është. Ne për gati një dekadë ne kemi qenë bashkë në media të tjera, kemi komentuar ngjarje që ishin përgjegjësi drejtë, është bërë ajo që njihet si masakra e Lushnjës. Pra nëse dikur ishte ajo që quhej banda e Lushnjës, tani grupi që krijoi Lajrt Axhiu ishte e mori në kontroll ai qytetin komplet. Nuk la njeri aty, po godiste, po themon farefis të ish pjesëtarëve të bandës Lushnjës. Ai po pastronte qytetin. Dhe e mori në kontroll plot dhe dështuan me dhjetra operacione policore për ta kapur. Si dështonin këto? Sepse ai kishte krijuar lidhje shumë të forta. Dhe prandaj ishte vështirë që ai të goditej dhe të kapej. Po, grupet ka një cikël zakonisht. Ne sot që flasim themi po, i ka grupin aktiv. Tani se ka bërë ciklin ky grup? Jo, nuk e ka bërë ciklin, se nuk shpërbëhet një grup me që kapën 3-4 veta. Nuk funksionon kështu. Jo, unë nuk e kisha në këtë, po në kohë zgjatje, ngjarjet. Pra, po them edhe një herë, grupi nuk është ka, ky u ka bashkë me një pjesëtar tjetër në Greqi, në Janin, në rastin që u kapën, dhe po them lidhjet i ka shumë të forta jashtë. Por kjo tani nuk do të thotë që ti e merr Lajrt Axhiu, pra, meqense ka për celularin, do ta çosh te 41 bizi, se ky është problemi tjetër. Kjo nuk duhet, pra. Pra, do ta çosh te 41 bizi nëse janë plotësuar kriteret, jo thjesht se i ka për celular, meqense ti se kontrollon dot, vendos ta çosh 41 bizi. 41 bizi është një vit, do dalë ai. Se ish moshë e re. Kush është tjetër në 41 bizi? Do dalë. Nuk e di tani se kanë çuar disa. Në fundit nuk e di ishte ky i kësaj bandës urës vajgurore. Mos gaboj Fran Marashi. Pra ato kërkua që të kaloj në regjimin 21 bis. Ka tentuar disa herë bëra arratisje, pra kërkesa e fundit që është çuar, që më imëntun është Fran Marashi. Por, do të jetë një nga ata të mos gaboj të ngjarjes Lazaratit. Shullazin? Në 41 bis ka dalë Shullaz. Shullazi ka qenë 2 herë, por nuk qëndron pafundësisht 41 bis. Pra shkon një vit, Shullazi është 2 vjet, është i vetmi me sa di unë, që ka qëndruar 2 vjet në regjimin 41 bis. Tash është një regjim shumë i ashpër. Dhe në rastin konkret, nuk më çudit, nuk ka asgjë për të çuditur. Tash pse ka celular Lajrt Axhiu. Por pse ka shkuar? Nga burgjet kanë. Ti do të shikosh për çfarë e përdor, apo bën kërcënim, apo bën rrezik, apo e mban ai nëse ka një strukturë jashtë aktive dhe sjell ajo pasoja, këto janë problemet. Sepse në vetvete procesi ndaj Lajrt Axhiut sot është ka një personazh antar i grupit, i cili është marrë bashkëpunëtor i drejtësisë, Artan Tafani, dhe ai është njeriu që po dëshmon për në vetvete për aktivitetin që ka kryer grupi. Por ajo që është e veçantë për grupin e Lajrt Axhiut, ndryshe nga shumë grupe të tjera që kemi parë ne, pjesëtar deri tek Artan Tafani të këtij grupi kanë shkuar në burgim të përjetshëm dhe nuk kanë pranuar të bëhen bashkëpunëtor drejtësisë. Që një rastet e rralla që nuk po thyente dot drejtësia pjesëtarët e grupit. Artan Tafani është i fundit, mbase ai u la jashtë vëmendjes tyre, jashtë kontrollit tyre, në dëshpërim se kishte ngelur i vetëm dhe ai gjeti këtë zgjidhje, se u ndjei friksuar. Por thash, dy të tjerë shkuan në burgim përjetshëm dhe nuk folën, nuk pranuan të bashkëpunonin. Pra, dukej që lidhja që kishin ata me njëri tjetrin, është shumë e fortë, ata nuk dëshmuan, e morën përsipër, shkuan në burgim përjetshëm, por nuk folën, nuk bashkëpunuan. Ne po shohim të tjerët që dalin, flasin. Kemi raste ku janë 6 antarë të grupit, 4 janë bashkëpunëtorë, nëse kuptoj, 4 bashkëpunëtorë me dënu 2 veta. Megjithatë, kjo është një rast shumë e rëndësishëm hetimi i kësaj çështje,
për të parë se për çfarë kjo gjë është përdorur. Dhe thash, në shumë vende i lejojnë për të kuptuar çfarë ndodh, për të marrë vesh çfarë ndodh nga brenda jashtë, se si ata e drejtojnë. Ne kemi shumë ngjarje në Shqipëri që ka ndodhur me urdhër nga brenda. Po më le të kuptoj që telefoni nuk është shkak. Jo, nuk është i mjaftueshëm, them unë. Nuk e di, ata vendos të burgjeve. Çfarë standardi kanë ndjekur këta? Ta kanë ndjekur kryesisht personazhe të cilët kanë krijuar së pari situata në burg. Vazhdojnë të kenë aktivitet jashtë burgut. Që kjo de facto ne na bën ta realizojmë që telefoni është marrë sepse ata dyshojnë që ai ka kryer aktivitet. Drejtoria e burgjeve ka një agjenci sekrete të vetën. Pra shërbimi kontrollit brendshëm, që është një agjenci siç është AMP-ja e policisë, e cila ushqen me informacion dhe ajo i thotë që këto të dënuar kanë këtë lidhje, kanë këtë rrezikshmëri. Pra të dënuar të cilët kanë aktivitet nga brenda jashtë burgut, të dënuar të cilët brenda burgut krijojnë situata dhe problematika me autoritetet e burgjeve, dhe autoritetet kanë të vështirë t'i kontrollojnë ata. Dhe në këtë rast edhe sidomos ata që kanë patur përplasje me gardianët, me regjimin e brendshëm, me të dënuar të tjerë, dhe zgjidhja është kjo, e çojmë në 41 bis që ai t'i thresë mandjes. E lëm një vit në izolim. Ish presidenti për një veprim që bëri, lam 10 ditë pa ping-pong, i ndaluan ping-pongun, apo jo. Pra, kaq ishte dënimi që morë për të se ti s'mund ta çosh 41 bis, se ai u lidh me një media jashtë orarit zyrtar të komunikimit. Se kjo është akuza që u bën ai tij. Pra, dhe në rastin konkret, thash gjëja që u lidh edhe me Nedia, po s'kem dim këtë masa, ka fol nga gabimi. Ka qenë brenda orarit. Po ka qenë brenda orarit. Brenda orarit zyrtar. Në rastin që është marrë masa, ai ka qenë jashtë orarit zyrtar. Kështu që në këtë, duke parë në tërësi ngjarjen, thash është shumë e rëndësishme për të kuptuar, deri tani askush nuk e di, sepse telefoni është në laborator dhe unë nuk besoj që ata që do ta zbërthejnë celularin do lajmërojnë gjithë dynjan se çfarë gjet aty brenda. Po, dhe ne do të kemi mundësi të kuptojmë se çfarë. Ato që do spekulojnë jashtë tani do fillojnë ka fol me këtë, ka fol me atë, ai mund të fol me gjithkënd ose me askënd, se nuk e dim sa ditë ka që ka hyrë telefoni brenda ose sa muaj, sa telefonata ka, çfarë komunikimi ka, çfarë programi ka patur të instaluar, se mund të ketë pas një program të kriptuar. Janë këto të rejat që janë në qarkullim. Dhe që nuk e dim se si funksionojnë, se nuk zbërthejnë dot. Megjithatë thash, ajo është një provë e rëndësishme për hetimin, nëse aty brenda ata do të arrijnë ta zbërthejnë dhe të gjejnë diçka. Pjesa tjetër është gjykimi ai dhe do të vendoset aty fati i tij. Por ajo që binte në sy, thashë një herë që ta mbyll me rastin e Lajrit Axhiut, grupi i Lajrit Axhiut ka qenë një grup shumë agresiv, shumë i fortë, shumë i fuqishëm. Dhe antarët e tij ka qenë jashtëzakonisht e vështirë t'i thyejë dhe t'i bëjë bashkëpunëtor. Babai i Lajrit Axhiut ka qenë këtu ku je ulur ti në këtë studio. Nëse ne flasim për një grup të tillë, si del lirshëm një njeri dhe shkonte në studio, që një periudhë që dilte edhe në studio, unë e kam patur në intervistë. Ditën për diell. Po mirë, babai i Lajrit Axhiut çka ka bërë? Po nëse kemi të bëjmë me një grup kaq të fuqishëm, babai, një minutë, a erdhi babai i Leonard Dogus dhe të shmoj? Po, erdhi nga Gjermania, erdhi folje aty. Tani, dhe babai i Lajrit Axhiut, ka patur prova që babai i Lajrit Axhiut është përfshirë direkt në ngjarje kriminale? Po nuk e thash për këtë. Unë thash që një minutë, nëse kemi bëjmë një grup aq të ashpër. Pra ka patur prova, po sepse ka qenë i bërë, sa ka që është kapur Lajrit? Jo shumë. Dhe tjetra. Pse duhet, se kjo është problemi madh që kemi ne. Pra kur zgjen do ti atë që ke konfliktin direkt, pastaj shkon në godet, siç ka ndodhur aty në Elbasan, me çka ka pas ai, Po prandaj. Dhe me ka ante fara lule dielli. Po këtë se bëm ne këtë, ose siç ka ndodhur në Shkodër, po pikërisht pra. Prandaj po them që në këtë raste nuk ka, dhe kjo është gjëja primare që duhet ndodhi. Haja vran babain. Po nuk është zgjidhje më ja vran, çfarë ngjarjen veri ku ishte. Zgjidhen gjë. Asgjë gjë. Po pra ja vran Sidit tani në. Që ngjarja fundit. Zguxoj shumë se ai shumë grupe ka se s'duhet bëjë një gabim. Tani dhe një herë nuk kap se të shkojë në këto. Me që po flasim për grupet e ashpra. Nivele. Grupi, ashpërsia e grupit, ishte ashpërsia e grupit. Nuk ishin baballarët prindrit e grupit që kishin vendosur këtë gjë. Si ka pyet njëri prindrit aty. Se kjo është gjëja që ne duhet ta dallojmë. Prindrit aty ashtu kanë besuar, ashtu e din, ku e dinin ata se çka ka bërë ai? U ka thënë gjë ai, e kemi të provuar ne. Jo që edhe po ta dinë ata janë prindrit. Edhe ai do mbrojë fëmijën e vet. Dhe familja është e zhvendosur, nuk jeton këtu, ëh. Nuk ka rëndësi më po flas në ato siç u zhvendosën shumë familje tjera atje.
Vazhdimisht më kam bërë apel që në lushin punot kjo gjë, sepse edhe ata që siknin u vendosi eksploziv të biznesi, të banesa që tiknin dhe ikën. Pra, ata rritën që e morën në kontrol, si që kishe pasur ata tjerët në kontrol, qytetin e morën ta. Fuqia e këtyre ishte më e madhe pse se ishin financiarisht më të fortë se ata. Dhe kjo i mbajti në lojë kaq fort. Por në rastin konkret nuk ka pse se prandaj bën hetimet, prandaj bën dhe gjykimet që të parandalohen humbjet e jetëve njerëzore të tjera. Pra, në qoftë se do merren pastaj me duke hakmar tek me thash me kë kanë ngrënë fare Lojdielli kur që në klasën 7 ai, atëherë pastaj çfarë po bëjnë? Çfarë po bëjnë? Ato që kanë bërë masakrat. Po nuk ka nevojë më, thash edhe një herë të bësh atje sepse ajo thjesht e ekspozon se ti nuk mund të qëndrosh pafundësisht i paprekshëm në një vend të vogël si Shqipëria. Tani, se kam të 2 orash 47, kam 2 çështje, nuk e di sa mund t'i prekim të dyja. E para njëherë është arrestuar në Francë ish truproja i Sajmir Tahirit, akuzohet se ka trafikuar mbi 1 ton kanabis, dhe është dhe një lajm tjetër ku rrezikohet dënimi me vdekje në Kinë është Claudio Cananin. Pra edhe kjo një ngjarje që vijon pra me procedura gjyqësore përtej Shqipërisë dhe që nga maj i 2024 kur është dhënë pra edhe pretenca kur kërkohet dënimi kapital. 2023 në shkam. Mund tjetë edhe gabim, unë media... Jo, nuk është gabim, është pretenca. Pretenca është 24. Pretenca jepet masish bërë hetimi, ke vajtu në gjykim, ka mbaruar faza të dëshmitarëve, jepet kërkesa e prokurorit. Këto të dyja, çfarë dim, e nisim nga kjo një që ta trajtojmë pak, se ne themi u arrestua një, ka qenë ish truproja dhe adresojmë. Shiko, këto, e përmendë edhe ti vetë, domethënë, ky lloj arrestimi merr një vëmendje më të madhe, sepse është shoqëruar gjithmonë me është truproja e Tahirit, po. Ministrit Tahirit. Pra, duke asociuar direkt me ministrin. Ndërkohë, duhet provuar, a ka lidhje në aktivitetin që ka bërë, a ka përfituar prej kësaj gjëje, ndërkohë njeriu nuk është i gjykuar. Sepse është gjykuar pjesa tjetër e grupit. Pjesa tjetër, sepse me ndryshimet që bën në ligjin për reformën drejtësi, pra në kohën që ti je në mungesë nuk gjykohesh. Çështja veçohet, qëndron në pritje derisa ti të kapësh. Më përpara gjykohesh edhe në mungesë. Në proceset e fundit, kryesisht për kjo gjë. Pra, është gjykuar pjesa tjetër e grupit, është fiksuar episodi për cilin ai ishte përfshirë në trafikun e kanabisit, por flasim për kanabis. Pra, këta kanë porositur 1,5 tonë, mos gaboj në atë kohë, kanabis dhe kanë financuar dhe kanë mbështetur ose kanë ndikuar kanë lehtësuar trafikimin e kësaj sasie kanabisit. Ndërkohë, sot flasim për kokainën, që sa ata duken sigur e marrë me bimë medicinale. Jo se edhe ajo është një... Se ka qëndruar gjatë në kërkim. Pra, ka qëndruar gjatë në kërkim, po 1 ton kanabis, as 10 kg kokainë nuk bën. Shumë pak. Kështu që kemi parasysh, kur flasim për kokainën, flasim është një lloj si të ngatrosh diamantin me shitjen e domateve. Pra, dhe ai që shet domate pa letra, evazion fiskal krijon, dhe ai probleme shmange nga detyrimet tatimore, ku diun. Por, ai që shet diamante, me një grusht ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm, krahasuar me kontejnerë të tërë me domate. Ky është dallimi midis kanabisit dhe... Çfarë e lidh këtë person? Kjo pjesë vlen për këtë gjë, për treguar që deri në çfarë nivelesh ka qenë i përfshirë apo i inkriminuar industria tjetër e kanabisit në atë kohë. Pra deri në nivelet më të larta ku ata mundin të çanin, të krijonin, sepse në vetvete ajo që ndodhi në 2015-2016 ka qenë një industri tjetër kriminale. Pse ka qenë industri kriminale? Sepse u bë me miratim nga lart. E di që do vi të pyetë, ku e ka fajna? I s'ka faja asnjëherë ai sipër. Po se shkojnë ata poshtë Kovpusi pa urdhër të kryeministrit, harrohet se ndodhte kanabizimi në Shqipëri. Sepse në fundit ai dilte dhe e mbronte dhe thoshte, jo, s'është e vërtetë, këtu nuk ka. Dhe detyrohesha unë të shkoja të nxirja nga ishin ato pemët si pemët e vitit 3. Në rregull të nxirja plantacione të tëra dhe thoshte zotëri, ja ku janë. Dhe ne po vuajmë dhe sot pasojat. Kaloi qershori këtij viti, u kujtua njëri për operacionin e qershorit 2014 në Lazarat asnjë. Për herë të parë, shteti shqiptar, i rilindjes, bëri një javë luftë me forcat armatosura në një
territor brenda Shqipërisë. Viktima, po. U bë një javë luftë Lazarat, derisa u bëi marrëveshje dhe ne goditëm Lazaratin, që ishte kthyer në një zonë e lirë ekonomike për trafikantët, dhe pastaj e shpërndam Lazaratin në gjithë territorin. Në fakt nuk ishte kështu, më ta ke shpjeguar edhe tjetër. Çka ka ndodhur? Veprimi i parë sapo erdhi qeveria, kjo qeverisje që është sot, goditi lojët e fatit. Në fakt i mori në kontroll. Ja hoqi atyre që i kishin ata të PD-s, dhe i mori vetë. Dhe kanabisit, qa ishte Lazarati? I bastion. Por në vetvete, territori Lazaratit ishte, nuk ishin trafikantët më të mëdhenj Lazaratësit. Jo, parat që investorishin atje, shkonin nga Tirana, nga Shkodra, nga Fieri, nga Vlora, nga Tepelena, ishin të tjerë që investonin aty. Dhe çfarë bën? Operacioni qershorit 2014-ës ja hoqi kanabisin, kontrollin e kanabisit, atyre që ishin të lidhur me qeverisin e para 2013-ës, dhe e morën këta që janë sot. Dhe me qenë se këta kanë qëndruar kaq gjatë, kanë kaluar pastaj nga kanabis aty, se sot ti mund gjesh ata punëtorët që kanë punuar në Lazarat në atë kohë për pastrim, paketim kanabis, sot i kanë në Spanjë. Sepse drejtuesit e grupeve nuk u goditën në Lazarat, thjesht ndryshuan kahun. Dhe u fuqizuan dhe krijuan atë që ne kemi sot. Ne po merremi akoma me gjykime të 2016-s janë këto. Pra, ky është kap 2025 në Francë, jemi tek 2016. Jemi 9 vjet mbas. Qartë. Ndërkohë, në Shqipëri gjatë kësaj kohe, dimne deri ku shkojnë implikimet, deri ku janë përfshirjet, jemi akoma spaku vetë heton është 2021, se deri aty e sjell Enkorçati dhe Sky. Pra nuk ka ardhur tek këto të rejat. Tek këto të rejat ne dim vetëm që na sjellin nga jashtë. Partnerët. Ne nuk kemi hetime, pra unë nuk di, ndryshe nga prokuroria për krime të rënda, e cila mund të kishte plot probleme të tjera, por ka bërë infiltrime, ka bërë operacione me gjurmim, me përgjim, i ka bërë vetë. Ne ende nuk kemi në këtë nivel. Inshallah ndodh më vonë, por deri në këto përmasa, deri në këto momente nuk ka ndodhur, ka dhe justifikim spaku, dhe thotë se ne dyshojmë që na dekonspirojnë dhe prandaj nuk bëjmë dot infiltrim brenda radhëve të grupeve kriminale. Pra kur ti fut një oficer të infiltruar, s'ke nevojë për bashkëpunëtorin, se ti jep ai jotë që ka hyrë brenda. Dhe e fundi si do të thosh edhe kjo pjesë. Prandaj arrestimi në Francë patjetër që ai do të ekstradohet në Shqipëri, dhe kur të vinë në Shqipëri procesi është gati, pjesa tjetër e grupit është gjykuar, është dënuar, dhe sigurisht që edhe për rastin e Dedës në këtë rast do të jetë sigurisht e njëjta gjë, do të ekstradohet, do të vihet para gjykimit, dhe thjesht ky do të shërbejë për të plotësuar mozaikun e asaj që ndodhte në mandatin e parë të qeverisë Rama, ndërkohë është mandati i katërt ai. Kjo është, tu jemi akoma te mandati i parë, ishte kanabisi, lulzote. S'kishim ardhur te kjo situata tjetër në të cilën ndodhemi edhe sot. Megjithatë, thash, çdo gjë që ka ndodhur, e cila ka përbërë problem të madh për institucionet edhe për shoqërinë shqiptare, sepse 2016 ne po vojmë pasojat asaj edhe sot e kësaj dite, patjetër që duhet të gjykohet në bazë të provave që janë mbledhur, secili duhet marrë atë që ka merituar për atë që ka bërë në atë kohë. Tani që shqiptarët kryejnë aktivitete jashtë vendit, është lajm, po. Ideja është që këtu kemi të bëjmë rastin e Kinës, për trafikun e 1 tonë droge, u rrezikua pra Claudio Canani me burgim kapital, po u desh një ndërhyrje edhe nga Shqipëria që çon në 25 vite dënimin. Ky është një rast nga të rrallët, tani? Në të rrallët. Jo, ky është një rast që plotson, kemi ca vende në të planetit që s'kemi shkelur. Nëse shkelën Finlandën dhe erën finlandezët tu, se janë shumë veri ata, pra ishim dhe atje prezent. Dy rastet e fundit më bën përshtypje në fakt që pse të dy kanë qelluar nga Tepelena, çfarë drejt lidhje është, çfarë domethënë grupi ka funksionuar që i ka çuar lidhje. I fundit që u kap që ishin nga Tepelena, mos gaboj para një muaj, po silte drogë nga Tajlanda. Kap Marinas. Kishte çarë sistemin andaj, u kap Marinas. Kurse rasti i Kananit është tjetër gjë. Shiko, ai mos e ka vajtur me idenë që po bëjnë trafik në Hong Kong. Dhe Hong Kongu, meqense deri vonë ka qenë koloni e Britanisë, ka menduar që nuk veprojnë ligjet kineze. Po në Kinë, për sasi të mëdha të lëndë narkotike, të pushkatojnë ose të varin.
4 anëtarët e tjerë të organizatës me të cilët është shkapur Klaudio Kanani, 2 janë dënuar me pushkatim, 2 me varje litar. Po, janë dënuar. Ekzekutuar? Jo, nuk është ekzekutuar, se është vendimi i shkallës parë. Vazhdojnë proceset, po. Është vendimi i shkallës parë, pritet apeli. Por dënimi që kanë marrë 4 anëtarët tjetër të organizatës janë shtetas kinez, 2 janë me varje, 2 janë me pushkatim dhe pushkatimi, pra dhe një nga dënimet, po duhet të jetë varja, është në ekzekutim publik. Pa që të çojnë dhe njerëzit. Modele atje, Po të varje. Pra, demonstrative. gjithë trafikantët e botës e dinë cilët janë rregullat në Kinë. Atëherë, Pra, guximi është kaq i marrë i këtyre tanë, sa edhe pse i dinë që janë këto rregulla atje. Se unë nxorë si arritje këto ditë që arritëm që t'i mbushnin mendjen Kinës mos ta ekzekutonte. E kanë dënuar me 25 vjet ata, po shkallë e parë. Sepse thash, 4 tjerët kanë shkuar në vendim kapital. Kina ka dënim me vdekje. Irani ka dënim me vdekje, dhe ata kanë për narkotikët i kanë shumë të forta dënime. Dhe kur ti shkon e bën trafik aty, do të imagjinon në çfarë nivele shkojmë ne, edhe dim që aty ka dënim me vdekje, aty jemi përfshirë në këtë lloj. Sado që të jetë marrësh viktimet. Patjetër që edhe në Kinë trafikohen narkotik. Edhe pse i kanë dënimet kaq të rrapta ata. Mafia kineze është nga mafia më strukturale të botës. Pra, por përfshirja e shqiptarëve deri atje, tregon. deri në këtë nivel, pra tregon deri sa e pamas është makutoria që kemi ne. Dhe sa s'na e bën syri tërë, pra nuk kemi frikë të shkojmë edhe në vende të tilla kur e di që të pret ekzekutimi. Pra, ata të vrasin, dhe ne Po të kapën, ata të çojnë në dënim kapital. Rasti ngjashëm me këtë, rasti i atij djalit 19 vjeçar, që shkoi nga Suedia, Giuliano Prengës, dhe bëri ekzekutim në mes të Bagdadit, në Irak. Dhe vrau një nga bosët më të mëdhenj të krimit atje. Me nofkën Benzema Ifi. Dhe kur e di shumë mirë që në Irak ka dënim me vdekje. Të ekzekutonaj. Dhe sot e kësaj dite, ende ai është atje në pritje të një dënimi dhe gjithë mendojnë që inshallah nuk e dënojnë me vdekje, po i japin një dënim tjetër alternativ. që thjetë në burg. Shëndësi ka, po ta shpëtojnë nga dënimi me vdekje. Deri tani ishte frika që nuk e çojnë në burg me iraken të tjerë, me personazhe botës krimit atje, se mund ta ekzekutojnë ata. Ose mund paguhet nga jashtë dhe të krijohet një situatë që ai të ekzekutohet brenda qerive të burgut. Por për shkak edhe në hyrjes që bër, ai shtetas suedez në fakt, po Suedia nuk ka ambasadë atje, e kanë ndjekur ambasadën. Por ai është mbajtur në një sektor me shtetas europian që janë të arrestuar në Irak. Pra, kjo ka të bëjë, thash edhe një herë, me shiko sa dritë shkurtër jemi, çfarë rrisjesh marrin përsipër, e dim se çfarë të pret atje dhe prapë veme bëjmë një gjë që atje të thonë mos e bëj se do të pret dënimi me vdekje. Mos e bëj se do të vrasin. Ky emër në rastin e Kinës është për herë të parë vjen në vend apo ka ushtruar aktivitete edhe është pjesë e botës trafikut? Po patjetër, derisa ka vajt atje, nuk është se e ka nisur aktivitetin në Hong Kong. Hong Kongu thash ja qendrat më të vizituara të Azisë, ka një fluks jashtëzakonisht madh turistësh, ka patur një shoqëri dhe një jetesë krejt tjetër derisa kaloi nën administrimin e Kinës, sepse është një vend që mori Kina në administrim. Ka rregulla të tjera, por nuk janë më rregullat që ka pasur Hong Kongu kur ishte nën Mbretërinë e Bashkuar. Tani janë rregullat që ka Republika Socialiste e Kinës. Dhe Kina për narkotikët të çon në dënim kapital. Kështu që në rastin konkret, aktiviteti që ka bërë, nuk e di marrësh fitimit e ka çuar atje, se ka menduar që po fiton shumë para. Kryesisht shqiptarët që shkojnë aty janë ata që kanë aktivitet të mëparshëm në Australi, ose që i kanë krijuar lidhjet që në Europë. Dhe kanë shkuar për të bërë këtë aktivitet atje. Por është një rast tash ekzemplar i cili këto ditë u bë publik edhe nga reagimi i ministrit të jashtëm, që quhet si një arritje diplomacisë shqiptare që ambasadori jon atje Riza Poda ndikoi te autoritetet kineze dhe ata e ulën dënimin nga dënimi kapital për shtetasit e vet, e çon në 25 vjet burg dhe pastaj do të shikojë mundësinë që ai të ekstradohet dhe ta bëj pjesën e mbetur të dënimit, por kjo duhet mbasi të kalojë në gjykatën e apelit atje, ai të rikthehet dhe ta bëjë në Republikën e Shqipërisë. Por thashë një guximi që kam për të shkuar deri në këto limite, është prej të marrësh. Po është prej të marrësh, ti po shkon drejt vdekjes.
Ti e di se çfarë pret atje dhe prap shkon e bën. Edhe në rastin e atij djalit në Juliana Prangës në Bagdad, pra edhe ata që e çuan për të bërë vrasjen kishin bërë plan që ta vrisnin. Ai u shpëtoi atyre dhe pastaj u kap nga policia. Pra, ky tregon dhe një herë tjetër që sa për masa ka marrë kriminaliteti shqiptar dhe sa pafundësi shpërndarje, nuk ka caqe, kanë ata. Nuk di në një vend, mbase Mongolia ka ngelur, që nuk kemi në një rast konkret, po në vendet tjera ne jemi aty, jemi aktiv, kemi lënë dëshmorët tanë aty, kemi lënë gjurmët tonë aty, dhe kemi një shpërndarje jashtëzakonisht madhe që është tash për masat janë vërtet të frikshme dhe na kanë ekspozuar keq. Nuk e di, duhet një reagim, nuk e bëjnë dot më, edhe si shoqëri, se institucionet ne po i shohim çfarë bëjnë, dhe shteti shqiptar merret me tepër me fasadën, nuk merret me realitet. Por ky rast është një rast vërtet domethënës, për fat drejtësia kineze nuk e ka dhënë dënimin kapital, jeta e çdo shqiptarit në çdo cep të planetit që është ai është e rëndësishme, nuk kemi kom kaq i madh sa mund të humbim njerëz. Boll vriten lart e poshtë, s'ka nevojë që ne të humbim jetë në çdo cep të planetit. Gjithsesi thash presim vendimin e apelit dhe më mbrapa mundësia që ka Shqipëria për ta ekstraduar. Mjafton kujtoj që kohët e fundit ne kemi arrestuar me dhjetra shtetase kryesisht kineze, të cilat kanë marrë në dorë industrinë e prostitucionit në Shqipëri. Kryesisht janë për prostitucion dhe kryesisht janë kapur si tutore. Pra, janë shtetase kineze të cilat bëjnë aktivitet kriminal, ushtrojnë aktivitet kriminal në territorin e Shqipërisë dhe kryesisht merren me prostitucionin. Ne themi rritet turizmi, po bashkë me turizmin rriten të gjitha këto ingredientët e tjerë që furnizojnë turizmin. E sidomos turizmi aventurës, si i quajmë ne. Faleminderit. Faleminderit.